qytetarët të cilët momentalisht ngelin në udhëkriq, por kanë hyrë në ngjyrën e gjelbër, të njëjtit nuk u shqiptohet dënime, por në qoftë se eventualisht ndodh e njëjtat që u shqiptohen dënime, lirisht të drejtohen te sektori për punë të brendshme tetov për ta rishqiptuar rastin. Në veçma kemi zgjedh operator ekonomik, kemi zgjedh firmë e cila do bëj instalimin e semaforëve të ri dhe ndrimin e këtij aktual. Pra gjithë kryqëzimet në Tetov do të kenë semafor të ri, do të kenë semafor modern dhe sigurisht që do të rregullohet edhe problematika që është paraqitur për momentin në lokacionin afër shkollës mesme të mjekësisë.